Përshkëllëzohet lufta mes SBA-s dhe Iranit. Gjatë 24 orëve të fundit, forcat amerikane kanë goditur objektiva të lidhura me ushtrinë iraniane dhe infrastrukturën tetare në gjirin e Omanit, ndërsa tensionet në ngushtësinë e Hormuzit kanë hyrë në një fazë të re përplasjeje. Sipas raportimeve ndërkombëtare, avion luftarak amerikan goditën 2 anije cisternë iraniane që dyshohej se po thyenin bllokadën detare të vendosur nga SBA-ja ndaj Iranit. Komanda qendrore amerikane konfirmoi se anijet u neutralizuan me municione precize. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se objektivi kryesor i operacionit mbetet ndalimi i Iranit për të siguruar armë bërthamore. Iranit nuk do t'i lejohet kurrë të ketë armë bërthamore, është mesazhi i përsëritur nga Trump gjatë ditëve të fundit. Raportet e publikuara nga Institute Ndërkombëtare të Sigurisë pretendojnë se sulmet amerikano-izraelite kanë goditur disa baza dhe objekte të lidhura me programin bërthamor iranian, duke dëmtuar kapacitetet ushtarake të Teheranit. Nga ana tjetër, Irani ka reaguar ashpër, duke akuzuar Washingtonin për aventurë ushtarake të rrezikshme dhe ka paralajmëruar kundërpërgjigje nëse sulmet vazhdojnë. Mediat iraniane raportojnë për përplasje sporadike detare me forcat amerikane në Hormuz. Situata mbetet tepër e tensionuar, ndërsa bota po ndjek me shqetësim zhvillimet që mund të çojnë në një përballje edhe më të madhe ushtarake në lindjen e mesme.